بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Selamet ja dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selam. Familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtarë, vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar dersin e 44 me radhë nga veprat e zemrës. E që neve në 2 derset e kaluara kemi filluar një vepër të re të zemrës që është frika ndaj Zotit subhanahu wa taala. E që në ligjëratën e kaluar kemi folur rreth llojeve të frikës për ta kuptuar besimtari se në cilën lloj të frikave është vetja e tij. Ndërsa shtrohet pyetja vetvetiu si me arrit njeriu rrugën për me pas frikën Allahut azza wa jall. Çka do të më vepru njeriu besimtarin këtë rast muslimani që të arrijë frikën ndaj Zotit subhanahu wa taala. Dashur vëllezër, çështja e parë që duhet me pas parasysh muslimani në këtë çështje është që ta largojë nga zemra e tij frikën nga çdo nga krijesat dhe ta zëvendësoj me frikë ndaj Zotit xhallahu ala. Sepse zemra e njeriu nuk rrin bosh. Zemra jon nuk rrin bosh. Ajo duhet më mbush. Në qoftë se nuk mbushet me frikë ndaj Zotit, mbushet me frikë ndaj krijesave. Në qoftë se nuk mbushet me devotshmëri, mbushet me gjunahe. Sikurse gota e cila një gotë e ki dhe s'ki gota tjera, e ke mbush me uthull, edhe dëshiron me mbush me qumsht, nuk mbushet ajo. Duhet me hedh uthullën një herë, e pastaj një të ngot me pastru, pastaj me mbush me qumsht në mënyrë që ta shërbesh ato. Kështu është zemra e njeriut, zemra e besimtarit. Në qoftë se në zemrën e tij ka gjëra të cilat e pengojnë frikën ndaj Zotit, duhet me i largu ato me zëvendësu me frikë ndaj Allahut azza wa jall. Qofshin ato epshet, qofshin domethënë gjërat e këqija, në mënyrë që ta zbraz zemrën e tij nga gjërat e liga, të pendohet, ta pastron dhe ta mbush me frikë ndaj Zotit subhanahu wa taala. Përndryshe, zemra e mbushur me gjëra të dyta e pengon frikën ndaj Zotit, sepse e vulos zemrën në të këqija. E vulos, për këtë edhe Allahu azza wa jall thot: "Wa khatama Allahu ala qulubihim." Allahu ja ka vulos pastaj zemrat pa besimtarëve dhe munafikëve dhe dyftyrshave për arsye sepse zemrat e tyre kanë qenë të mbushura jo me frikë ndaj Zotit azza wa jall, po me dëshira, me epshe, me gjëra të kota, me dyshime, të cilat pastaj njeriu e ka prishë zemrën e tij dhe nuk ka lënë frikë ndaj Zotit subhanahu wa taala. Për këtë një prej sahabëve, një Jundub radhiyallahu taala anhu thot: "Ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an." E kem mësu për imanin, për besimin, para se me mësu Kur'anin. Para se me mësu Kur'anin famlart. Pastaj thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Pastaj thotë kem mësu Kur'anin dhe me të na u ka shtu imani. Me të na u ka shtu imani, për arsye se duhet me mësu për imanin, për besimin, për me pas frikën Allahut azza wa jall dhe pastaj me mësu Kur'an në mënyrë që me shtu imanin. Allah azza wa jall thot për sahabët: "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Pastaj për sahabët thot, të cilët e kanë mësu mësvari imanin, pastaj Kur'anin, ja'alna minhum a'imma, i kena bën neve imama prisa në rrugën e drejtë, thirrsa në rrugën e drejtë, lamma sabaru. Pastaj për shkak të sabrit dhe dyrimit që e kanë bën në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, wa kanu bi ayatina yuqinun, edhe kanë qenë thellësisht të bindur në rrugën e Zotit subhanahu wa taala. Gjëja e dytë, të dashur vëllezër, që e bën robin ta ketë frikën Zotit subhanahu wa taala, është tadabbur al-Quran, meditimi i librit të Zotit xhallahu ala.
Sepse neve, në dersën e kaluar, kemë folë për llojet e frikës, si vepër e zemrës, ndërsa sot do flasim, ashtu si që cekëm në fillim, rrugat që e çon njeriu për t'ia pas frikën Allahut. E para, me largu çdo gjë që ka në zemër, që ka frikë ndaj krijesave dhe me e fut frikën ndaj krijuesit. E dyta është me meditu librin e Zotit, të cilën neve nuk e lexojmë. Fatkeqësisht, të cilin libër neve nuk e lexojmë, nuk e meditojmë, nuk thellohemi në të në mënyrë që ta kem frikën Zotit xhalla wa ala. E Allah azza wa jalla thotë innamal mu'minun alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtar të vërtet, innama al-mu'minun, besimtar të vërtet janë ata të cilët idha dhukira Allah, kur përmendet Allah, wajilat qulubuhum, lëkurat e tyre rënqethen nga frika ndaj Zotit. Wa idha tuliyat alehim ayatuhu zadatuhum imana. Kur ju përmenden ajetet e Zotit, ja vështon atyre imanin, wa ala rabbihim yatawakkalun, edhe i mbështeten Allahut subhanahu wa taala. Kjo fjala inma tregon që është wajib, që është wajib, obligim është me pas frikën Zotit xhallahu ala, është obligim me lexu ajetet e Zotit, është obligim me meditu Kur'anin famlart në mënyrë që na shtohet neve si besimtar imani. Dhe pa e lexu librin e Zotit, s'ka meditim të Kur'anit famlart. Në qoftë se neve e lam në raft, edhe na imblojnë marimanga dhe plohni, edhe mendojmë që Kur'ani është vetëm për të vdekur, e jo për të gjallë, atëherë, do më thonë, nuk ka mundësi që ta meditojmë librin e Zotit dhe të na shtohet imani. Për këtë Allahu azza wa jalla çka thot? Idha tutla alehim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Kur ti lexohet atyre ajetet e Kur'anit, kharru sujada, kanë ra në sejdë nga frika ndaj Zotit dhe kanë qajt për shkak të frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për çka i ka arrit kjo? Si e kanë arrit këtë çështje? Duke lexuar librin e Zotit, duke medituar librin e Zotit. E jo duke mos e lexuar librin e Zotit subhanahu wa taala, për këtë nuk arrihet frika ndaj Zotit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, të cilën transmeton Abdullah ibn Abbasi, qala Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakri ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, qad shibta, mënoj dërguri Allahut, jethini, kanë filluar flokët e tua, mjekra jote ka filluar më u bë bardh, qad shibta i ka thonë. Çe ka thonë Rasulullah, fa qal shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Ka thonë wallahi, o Abu Bakr, më ka thinj Kur'ani, kaptina Hud, shayyabatni hudun, kaptina Hud, kaptina al-waqi'a, kaptina al-mursalat, wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Këto kaptina më kanë thënë. Pse? Se tregojnë për frikën ndaj Zotit, tregojnë për ditën e gjykimit, amma yatasaalun an an-nab' al-'azim. Thot Allah, për çka të pyesin? Për një lajm të madh, për ditën e gjykimit. Kur dalin njerëzit para Rabbil Alaminit, me dhënë llogari për punë që i kanë bërë në dynja, thot më ka thinj kjo çështje, sepse nuk është e lehtë. Pse ka thinj? Sepse i ka medituar librin e Zotit. E ka medituar thellë ajetet e Kur'anit që kanë folur për këtë çështje, edhe pastaj normal që ja ka frikën e robi Zotit xhallahu ala. Se kur e lexon që ka me dalë para Zotit, ka me dhënë llogari për punë që i ka bërë në dynja, patjetër që ka më marrë në pyetje, pa dyshim që robi është në frikën ndaj Zotit. Thot Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, wallahi law anna mu'minan 'aqilan qara'a surat al-Hadid, thot wallahi një besimtar që është aqil i mençur e lexon kapitullin al-Hadid, pastaj akhir surat al-Hashr, fundin e surës al-Hashr, pastaj wa ayatul kursi, edhe ayatul kursiyun, wa surat al-Ikhlas, edhe qul huwallahu ahad, bitafakkurin wa tadabburin, me mendim dhe me meditim, latasadda min khashyatillah. Kama urënqeth, kama u qa nga frika ndaj Zotit xhallahu ala.
thot Ibn al-Qayyim al-Jawzi, nëse I lexon këtë sure thot, një njeri I mençur Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu është ai I cili la ilaha illa hu, s'ka zot tjetër përveç Tij, al-hayyul qayyum, I gjallë përgjithmonë, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Ata nuk e ka gjumë, as nuk e zë gjumi, e Ti është gjithçka në qiell dhe në tokë. A nuk e bën njeriu pastaj me mendu mirë, thellë, që ka me dalë para Ti, kul huwa Allahu ahad, Allah është një, samed, absoluti, lem yalid wa lem yulad, as ka lidh as ka lidh as kan, wa lem yakun lahu kufuwan ahad. Dhe ati nuk I ngjason askush nga krijesat e Tij. Pastaj robi e mediton thellë dhe rritet imani dhe ka frikën ndaj Zotit subhanahu wa taala. Pra çështja e dytë, dashur vëllezër, është si me arrit frikën ndaj Zotit, është me meditu Kur'an. Çështja e tretë, dashur vëllezër, të cilët e kanë thënë dietarët Islam, është ma'rifatullahi ma'rifatan sahiha bi asma'ihi wa sifatihi. Me njoft Allahun ashtu siç I takon Zotit me njoft nëpërmjet emrave dhe cilësive të Tij. Si me njoft Zotin, sepse çdo kush I thua beson Zotin, po besoj Zotin. Ama çish e njeh ti Zotin, ai s'dem me të kallëzoj çish e njeh Zotin. E Zoti nifet në 3 mënyra dashur. Duke mësu për ta. Duke mësu për Zotin. Mos më ardh në xhamat I s'din çish më mësu për Zotin. Çish mëson ti për Zotin kur si e ulur para hoxhës më mësu për Zotin xhallahu ala, për frikën ndaj Allahut, pa ngu hutben, pa ngu dersin, pa lexu për libra, pa lexu ligjërata, s'mund me mësu për Zotin. Të ngu debate koti për natë, nuk mësohet frika ndaj Zotit xhallahu ala. Të ndëgju të kotën për natë, nuk mundesh me ndëgju të hakun dhe të vërtetën. Për këtë ulema Islami thonë, ndalohet me ndëgju të kotën, sepse ai që ndëgjon kotën shumë, ja hek Zotit vërtetën nga zemra, dhe ti mendon që e kota është e vërtetë dhe vërteta e kotë. E para, duke mësu për Zotin xhallahu ala, qoftë duke shku te njerëzit kompetent, qoftë duke lexu, qoftë duke ndëgju. E dyta, duke mësu nga emra dhe cilësitë e Tij. Allah ka emra dhe cilësi xhalla xhalaluhu, bi 99 emra. El-Alim, El-Hakim, El-Qadir, El-Qawi, El-Aziz. El-Alim, I gjithë dituri. El-Hakim, I urti. I gjithë fuqishmi. El-Qawi, I fuqishmi. El-Amin, besniku. Allahu Jalla wa Ala, kur ja ne mësojmë emra dhe cilësitë e Tij, e dim që Allah Azza wa Jalla na vigjilon, rojtuesi për emrat e Tij, na sheh gjithmonë. Gjithmonë, ashtu siç takon madhnisë së Tij, nuk mundemi me ikë nga shikimi I Tij, nga dëgjimi I Tij. Atëherë robi ja ka frikën Zotit, sepse e din që kudo që shkon, Allahu Azza wa Jall është duke e përcjell. Është duke e përcjell punën e Tij. Andaj kur ne e kemi në bindje që Allahu na përcjell punën tona, veprat tona, shikimin ton, dëgjimin ton, wallahi kemi ja pas frikën Zotit, sepse s'kem ku me ik. S'kem ku me ik. Dhe mënyra e tretë, dashur vëllezër, wal ilmu bi hududihi, mi mësu kufit ku I ka Zoti xhallahu ala, kufit që ja ka vendos njeriu, halalin edhe haramin. Halalin edhe haramin. Desh me pas frikën Zotit, me arrit frikën, me ditë ku janë kufit që I ka vendos Zoti për të mirën tonë, jo që ne mujmë I bë dëm Zotit nëse I shkel me kufit e Zotit. Jo, hasha lillah. Sepse Allah Azza wa Jalla thot në hadithul Qudsi, sikur të gjithë njerëzit dhe xhenet kishin më mbledh në zemrën e njeriu më të keq. Nuk ja shton Zotit fuqinë as nuk ja paksa. Po ajo neve na hën në punë. Allahu ka thonë o robim, do të me fal namazin. Falë namazin s'është dobi tonë. Mos I shkput lidhjet me Zotin, sepse në moment që I shkput lidhjet me Zotin xhallahu ala, shkputesh nga namazi. Je do nga kopeja, je do nga fortifikata që ujku të glabron shumë kollaj. Allah Azza wa Jalla thotë ruaju nga haramet, ruaju nga amoraliteti, ruaju nga alkooli, ruaju nga droga, ruaju nga mos respektimi të tjerëve, nga mos respektimi prindërve, se këto janë gjuna mëdha që çojnë njeriu në xhenem. Do të më mësu njeriu për kufit të cilët I ka vendosur njeriu. Jeton me dinjitet.
e arrin frikën ndaj Zotit xhalla xhelalu. Anë qoftë se ne jetojmë, falni shprehje, po si kafsha, që duhet me javnu një kërpesh, se pastaj pa kërpesh ajo hiç s'din ku hen edhe ku del edhe çka bën edhe çka marron, atëre thumma radadnahu asfala safilin. Kena ronë në deregje me të ullë se sa kafsha, sepse edhe kafsha pastaj e din Zotin dhe e njeh Zotin e saj. Dashur vëllezër, dhe e katërta me radhë që e bën robi me njoh veten, me njoft Allahun është me njoh veten e tij. Me njoft ne veten tonë. Sa të dopt jemi, sa i dopt është krijesa njëri, që me i bë gjëna krijuesi xhalla xhalalu. Sa ka nevojë për Zotin e tij. Një miz neve na bën të lash edhe nuk mundi me e largu. Çash ne kem fuqi. Njeriu është i dopt si krijesë. Kur e din që Zoti xhallahu ala është krijuesi i gjithësisë dhe ne jemi krijesa të dobta, kem nevojë për Zotin, dhe Zoti s'ka nevojë për neve. Atëherë ne e dim veten tonë. Për këtë Zoti çka thot? O robim, la tamshi fil ardi marah. Mos ec në tokë me mendjemadsi. Innaka lan takhriqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula. Sepse njeriu ti as mund me çat tokën. S'mund ti me çat tokën. As nuk mundesh me arrit lartësinë e maleve. Pse po bësh mendje madh? Pse po jes me mendje madhsi tu? Kur robi të dashur vëllezër e kupton rëndësinë e vetes së tij, dobësinë që ka, nevojën që ka për Zotin e tij, ai ka me pas frikë ndaj Zotit dhe ka me ecë me modesti dhe nuk ka me ecë me mendje madhsi në tokë. Ka me pas dobi për të vetja e tij, familja e tij dhe shoqërinë në të cilën jeton. E katërta të dashur vëllezër, që ja mëson robit me pas frikën Allahut azza wa jalla, është bindja e thellë në premtimet e Zotit dhe në kërcënimet e tij. Allah azza wa jalla ka premtuar xhenet për ata të cilët e besojnë atë, për ata të cilët e falin namazin, e dhanë zakatin, agjerojnë Ramazanin, shkojnë në haxh, e besojnë Allahun ashtu siç duhet, me lajket e tij, librat e tij, pejgamberët e tij, ditën e gjykimit, kadran dhe kaderin, i praktikojnë, ka premtuar xhenet për ta. Dhe ata të cilët nuk praktikojnë asgjë nga dini i Zotit, janë në mëdyshje dhe e luftojnë fenë e Zotit për ditë, për ta ka premtuar xhenem. Edhe duhet me besu thellë këtë çështje. Kur robi i beson thellë këtë çështje, në iman të plot, atëherë ja ka frikën Zotit xhalla xhalaluhu. Thot një prej ulemave të Islamit, "Wa li kulli shay'in sidqun", çdo gjë ka sinqeritetin e vet. "Wa sidqu al-yaqini al-khawfu min Allah." Sinqeriteti i bindjes në Zotin është frika ndaj Zotit xhalla xhalaluhu. Për me ditë sa kem bindje në Zotin, në kufit e tij, është frika ndaj Zotit dhe largimi nga ato që i ka ndaluar dhe veprimi atyre të cilat i ka obliguar. Për këtë të dashur vëllezër, Allah azza wa jalla thotë: "Wa may ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu", ai që nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit e tij dhe i shkel kufit e Zotit xhalla xhalaluhu, yudkhilhu nara, të fut në xhenem, khalidan fiha, në të cilën do të qëndron për gjithmonë, wa lahu adhabun muhin, dhe në të ka dënim poshtrues. Ka në të dënim poshtrues. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të dashur vëllezër thotë: "Law anna qatratan min az-zaqum qutirat fi ad-dar ad-dunya." Në xhenem është një pemë që quhet shajaratu az-zaqum, pema e zaqumit, në të cilën han xhenemlit, Allah na ruaj prej saj. Allah pejgamberi i Zotit po thotë: "Law qatratan min shajarati az-zaqum." Thot një pik e shajaratu az-zaqumit, e pemë az-zaqum meron dynja. La afsadat ala ahli ad-dunya ma'ayishahum. Kish me u prish jetën banorëve të dynjas. S'kishin mujt me jetu. Prej erës të keqe që e ka. Një pik, jo me derdh me kofe, një pik vetëm me pik. Nuk kishin me mujt me jetu nga era e keqe e saj banorët e dynjas komplet. Pastaj thot: "Fe kejfe biman yakunu ta'amuhu." Si është puna me ata që ka ushqim ditor. Si është puna me ata që ka ushqim ditor pemën e zakumit. E a nuk ja vlen pastaj robi me pas frikën Zotit xhallahu ala dhe me pas bindje thellë në Zotin dhe faljen e tij dhe kryerjen e obligimeve dhe largimin nga ngalesat.
A nuk e bën kjo robi t'ja ketë frikën Zotit pastaj? Mos jetoj me hamendje, me iluzione, duke thonë, hajde bese, Zoti ka ballë. Po be Zoti ka ballë, alhamdulillah. Krejtve mund më na falë. Ama Zoti ka vendos rregulla. Ka vendos rregulla. Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Allah azza wa jalla janë barabartë ata që dinë dhe ata që s'dinë. S'janë barabartë. A janë barabartë ata që kanë besuar dhe ata që s'kan besuar. S'janë barabartë. A janë barabartë që ata që falën dhe që ata që s'falën. Po s'janë barabartë kur s'kan me qenë barabartë. Hiç. A janë barabartë ata që agjërojnë dhe ata që s'agjërojnë. Vallahi s'janë barabartë. Ata që dhanë zeqat dhe ata që s'dhanë nuk janë barabartë. Ata që dhanë sadaka dhe ata që janë bekhil, tamaçar, a janë barabartë? S'janë barabartë. Ata që i dalin në ndihmë të tjerëve dhe ata që ju prishin punë, a janë barabartë? Po s'janë barabartë. E çish po menon që ata të dy partë me shku njëjtin vena? Po jo. Kish me qenë pa drejtësi pastaj. Kish me qenë pa drejtësi. E Allah azza wa jalla nuk është i pa drejtë. Nuk i han hakun askujt. As pa besimtarit nuk i han hakun. Ai që se beson fare Zotin. Po e marrni drejtësinë tu. Allah i jep ymër, i jep një jetë në këtë dynjë. Ja. Ai që bën mirë dhe hiç fare s'është besimtar, s'është musliman. Allah ja kthen në këtë dynjë, ama në botën tjetër për të s'ka jetë të mirë, për arsye se s'ka besuar Zotin xhallahu ala. Ama në këtë dynjë, çaj që punon dhe është i drejtë, Zoti ja jep. Ke besimtar, s'ke besimtar. Ama ne mundohemi edhe për këtë botë edhe për botën tjetër. Sepse dynjaja është bashkë në të cilën robi e mjell ahiretin e tij, e mjell ahiretin e tij. Andaj dashur vëllezër, bindja e thellë në premtimet e Zotit dhe në dënimet e Zotit bën që robi ja ketë frikën Allahut subhanahu wa taala dhe duhet për atyre njerëzve që pastaj nuk është për atyre që shpresojnë në të kotën dhe në iluzione, po punon fort edhe për dynjan e tij dhe për ahiretin e tij. Thot një prej ulemave, një Mesruq rahimahullah taala, kafa bil mar'i ilman, i mjafton njeriu për dije, en yakhsha Allah, që t'ja kem frikën e Zotit. I mjafton dija e tij që kaç është. Nuk ka dije më të mirë se sa me pas frikën e Zotit. Për këtë Allah azza wa jalla thot: "Inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama." Frikën e kanë Allahut ulemaja dietarët. Edhe i mjafton për dije robit me pas frikën e Zotit. Pastaj thot: "Wa kafa bil mar'i jahlan." Mjafton për robin ignoranca, en ya'jab bi nafsihi. Që ti hin vetja vet në hoj. I mjafton me tregu që është ignorant. Kaç është e thjeshtë kjo punë. I mjafton njeriu ignoranca, me qenë ignorant, me cilësu veten e tij si ignorant, që me i hi vetja e tij në hoj edhe me thonë se unë s'ka. E tek Zoti xhallahu ala nuk vlejnë këto çështje. Tek Allah azza wa jall vlen devotshmëria, inna akramakum inda Allahi atqakum. Më i miri për juve tek Zoti xhallahu ala është ai që është më i devotshëm dhe ja ka frikën Zotit xhallahu ala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah azza wa jall nuk shikon në fizionominë e juve, as në ngjyrat e juve, as në trupin e juve. A jeni më i gata, më i holla, më i trasha, më i zia, i bardha, i kuq. Inma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah azza wa jall shikon në zemrat e juve dhe në punët e juaja, në zemrat e juaja dhe në punët e juaja. Ai që i ka punë më të mira, ai te Zoti xhallahu ala i ka punë të mirë. Ai që si ka punë të mirë, që s'ka punë të mira, apo ka punë të liga, te Zoti xhallahu ala nuk i ka punë të mirë edhe nëse vet kravat, edhe nëse vesh kravat. Sepse me kanë çështja me veshje edhe me dukje, neve na kishin kalu shumë të tjerë përpara. Po sa gjyshi jonë, babgjyshi jonë, stërgjyshi jonë, kanë hecë me lecka, i kanë pas kanë ishin harra në për pantollat e tyre, ama imanin e kanë pas çast fort që kodrën e ka shën. E te Allah azza wa jalla është evlia i Zotit, ani pse is me lecka. Ai buaki me duat e tyne na jem sot çto. Me duat e tyne edhe me lutjet e tyne. Do shta ne jem sot këtu ku jem, sepse Allah azza wa jalla nuk shikon në fizionomi, por shikon në vepra, dhe kush ja ka frikën Zotit më shumë, ai është njeriu i cili te Zoti xhallahu ala është në lartësi të larta, duke lutur Allahun azza wa jalla të jem prej tyre. Këto janë disa vepra të cilat ja mundsojnë robit si me pas frikën e Zotit, për të vazhdojmë inshallah taala
edhe në gjumon tjetër në këtë vepër të zemrës që është frika ndaj Zotit, pasi që neve e kemi sqaruar shpresën dhe mbështetjen e Zotit duke lutur Allahun azza wa jall na bashkojë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah.